E kur erdha në studime në Prishtinë, e di që gjyshi jam për 4 vjet ma ka dhënë pensionin e vet. 4 vjet. Po. Wow! Po për 4 vite, do me thonë. Një shembull, një sakrificë. E di edhe mu gjyshja ime pension s'ka pas, po parët e fundit që i ka pas mi jep ke mu, sidomos para luftës, kështu janë gjyshet. E kështu që... E di që gjithmonë i thoj shajnon, po s'ka nevoj, as t'un ka vetë resul. Veç nuk din bank, që që kanë regullu, kur dilke puna, veç e shisha që në bank, që ajo pensionit që u konë, dilke në logarin tem. Mande, mas i kryta unë e studimet u bërë rushdia me ardhë, atë pensionin ja ka kalu rushdis. Edhe vlau. Po. është gëzu pastaj me sukseset tua, me të arriturat, sigurisht i ka shiju? Pa tjetër që po, i ka shiju jashtëzakonisht shumë, edhe e di që e ku bo krenare. Faleminderit shumë. Mirë, shembull unikal i gjysës, tek fotografia tjetër, aty jeni... Këtu jena 4 fëmijë, do me thonë. 4 fëmijë. Martesën e Eroditës motrës tem, burimi vllai i madh që ju konë gjithmonë edhe është një përkraj shumë e madhe jam ja. Edhe Rëshdiju vllai tjetër i vogël që e kam shok. Tani një motër. Si është raporti me motrën? Shumë i mirë, Resul. Jashtëzakonisht edhe Erodita ka bërë që mos më ka përkraj shumë. Do me thonë, ka insistu shumë që me vazhdo muzikën edhe më konë afër me e gjithmonë. Këngëtarëve ju jepet shumë dashuri, sigurisht nga publiku, nga fansat, pas këngëve, pas performancave, por dashnia e motrës është e pakrahasueshme. Fiks, po. Definitivisht, po, edhe e kam pikë dopt. Pikë të fort, po edhe pikë dopt. Faleminderit shumë, okej. Po emocionohet e gëzoni. Nuk kemi pa të emocionohet. Nuk e prita allon se me të thonë drejtu përgadita pak psikikisht që mos më emocionu, por aq ma tepër kur e ki pas një person shumë të shajt edhe ka ndru jetë emocionet. Janë natyrshme. Faleminderit shumë që i kujton. Dhe fotografi tjera, çfarë janë këto momente? Mi përshkruaj, kanë historitë e veta? Po, ja me këto një pushim me printe mi, me babin edhe me mamin, edhe babi e ka pas një impact shumë të madh në zhvillimin tem artistik. Resul, nuk tja e ku më thonë kështu, aja ku më thonë privatisht, po du mja thonë publikisht që e falenderoj shumë për gjithë shka prej fëmi, prej adoleshent, prej teenager ndoshta, 12-13 vjeqarë, s'po di, babi ka angazhu kompozitor të matë mirë qytetit që me mbo kongë mu, ka